rituali përditshëm i një artisti. Ato janë territore eksplorimi. Ngjyrat e piktorit Helidon Haliti janë mirëpritur këtë herë në Credence Bank. Credence Bank për herë ka kushtuar vëmendje ndaj artit në Shqipëri, duke krijuar uralitëse midis artistit dhe publikut ardashës. Piktori Helidon Haliti vlerëson impaktin e kësaj ekspozite të rrallë dhe tregon se bankat janë një potencial i madh për të grumbulluar vepra arti. Bankat në gjithë botën kanë muzeumet e tyre privat, bankat në gjithë botën kanë koleksione dhe koleksionistë jashtëzakonshëm, të cilët me radhën e tyre krijohet një zhvillim dhe një potencial shumë i madh edhe ekonomik dhe artistik. Për arsye se piktura jashtë është kthyer në kolateral, pra është një pronë e patundshme e cila shkëmbehet dhe ka shumë histori dhe shumë filma interesant pikërisht që shpjegojnë këtë gjë. Kur dikush trashëgon një koleksion shumë të madh, për një arsye do ta zhvillojë pronën e tij, i drejtohet bankës dhe banka ka ekspertët e saj, një komision të jetë prestigjioz për vërtetimin e origjinalitetit veprave të artit, për të vënë pikërisht dhe çmimet e çdo vepre, sigurisht gjithçka shkon në raport me kredin e tjera dhe zhvillohet i gjithë ky operacion në një farë mënyre dhe më pas historia zhvillohet ndërkohë që pronari ka zhvilluar pronën rikthehet në bank për të marrë pikturat mbrapsht, pra koleksionin e tij. Dhe kjo në gjuhën e artit quhet një lloj lupe, pra ka një kthim shumë interesant, sepse dihet që është një nostalgji, pra është një organizëm i gjallë piktura që lidhesh dhe nuk shkëputesh dot. Ndërkohë që vendosim që t'i japim kaq ngjyrë gjithë këtij ambienti në fakt të jetë korrekt, me një infrastrukturë të jetë serioze, e shikon që lëvizin padyshim me elita brenda bankës dhe nuk ngelet në asnjë mënyrë të pavëmendshme për të kthyer kokën te piktura. Dhe kjo është shumë interesante dhe është një nisëm e cila në fakt duket si një fillesë, por vazhdimësia e saj do të shikojmë që do të ndërtojë një strukturë të jetë shëndosh pikërisht për një lloj bashkëpunimi të tillë ndërmjet artit dhe bankës dhe aq më tepër ndërmjet artistit dhe bankës. Sistemi bankar duket se qëndron shumë larg botës së artit, por në të vërtetë ka një lidhje të fortë mes tyre. Për artistin këto dy botë janë kaq pranë njëra tjetrës, pasi piktura në një moment të ekzistencës së saj shndrohet në vlerë monetare. Bashkëpunim shumë të vyer këtu e 5 vjet, në mos gaboj, pasi ne organizojmë aktivitete ndryshme dhe një nga aktivitetet më spikatura që ne organizojmë është Bienali Akurelit, ku ka ftuar mbi 3000 disa artistë nga gjithë bota, nga mbi 70 vende të botës. Banka Credence na mbështet edhe në prodhimin e katalogut, cili është një diçka shumë e vyer dhe diçka që mungon në Shqipëri. Pra, katalogjet e veprave të artit mungojnë, sepse është një dokumentacion absolut për treguar që jo vetëm që kjo është një vlerë e cila do të qëndrojë në kohë, por është dhe një evidentim i origjinalitetit. Pra, nuk është diçka efimere që kalon, por është diçka që mbetet. Dhe në një moment caktuar këto janë shumë të vyera për një koleksionist i cili vërteton pikërisht këtë gjë. Ose dhe ajo që bëni ju me televizioni Skan është që dokumentojmë që këto vepra janë origjinale në praninë e autorit. Pra është një lloj loje e bukur e cila thjesht i ngre vlerën edhe sponsorizuesit, e mbështetësit, po sigurisht edhe artit dhe artistëve. Unë do doja që të ndaleshim pak edhe tek ato punë që prezantohen në këtë hapësirë të bankës Credence, janë pjesë e një koleksioni shumë të veçantë që ju e punoni prej 12 vitesh apo jo? Në fakt vjen nga koleksioni Fabulous, diçka prallore, diçka që vjen nga fëminia ime. Unë e kam nisë këtë diku te 2015 dhe ekspozoj për herë të parë në 2008 në një muze privat në Shqipëri për të ekspozuar Rishtazi në Kosovë, në Muzeun Kombëtar të Kosovës. Pastaj udhëtoj drejt Parisit, pastaj udhëtoj në Amsterdam, në 3 ekspozita atje dhe në Monte Carlo, ku ka qenë një ekspozit, ku ekspozita në fakt Fabulous ndeti mbi një muaj, erdhi në Tiranë dhe këto janë punët cilat ishin punët e mia më të dashura që unë arrita të koleksionoj brenda vetes time. Dhe me këtë ftesë të Bankën Credence, u duk shumë e arsyeshme që ta ndaja padyshim dhe me publikun
edhe me ardashësit, por njëkohësisht edhe me personelin e bankës. Këto punë janë, si më thënë, duket janë marrë nga shtëpia ime, dhe pse jo në moment saktuar, ati ngujimi prej gati 10 vitësh, pse mos t'i vi një lloj çlirimi, sepse boll më kemi këto ngujimet apo këto izolimet, cilat janë karakteristike kohëve të fundit. Ne jemi në kohë pandemie dhe artistët më shumë se kur kanë kuptuar në faktin se arti më i mirë, jo vetë artistët, por përgjithësi ne njerëzit, kemi kuptuar se arti më i mirë çuditërisht krijohet në rrethana shumë të vështira, ndoshta dhe ai më i mirë fillti. Por ju vetë si do ta konsideroni? Në fakt Shqipëria është mbreti i mbijetesës. Ne dim vërtet të mbjetojmë, problemi është që kur do fillojmë të jetojmë tamam. Mua më erdhi, isha tetë i përgatitur, më duhej, kam shumë vite që qarkulloj në disa vende të botës ku demonstrojmë live, ekspozojmë dhe isha vërtet shumë i lodhur, kështu që më erdhi pak e përshtatshme që të rrijat, meditojnë studentime dhe të punoja pafund. Dhe sigurisht që janë momente shumë të vyera për artin, por jo për artistin. Është aq e këndshme, ndërkohë që ky mundësi që t'jep Banka e Kredis të bëhet e vyer edhe për artistin, njëkohësisht, sepse arrin momenti që disa artistë çlirohen kur punojnë student tyre, disa edhe ngecin, padyshim. Por pa diskutim që arti gjithmonë në vështirësi ka një çelje shumë të çuditshme. Dhe kjo është një pjesë tjetër, por unë dua të flas për një lloj optimizmi, cilin e kemi shumë të nevojshme, është optimizmi i ngjyrave që unë sjell, pra është një perceptim personal i imi, i cili më bën që gjithkohës edhe në momentet më të izoluara, momentet më të vështira, ta shikoj pranverën nga dritarja ime, cila shpeshherë dhe nuk ekziston. Pra është dritarja e shtëpisë dhe pse jo, kështu që më vjen mirë që kam qenë kreativ, por edhe kolegët kanë qenë goxha kreativ, sepse i kam ndjekur në vëmendje dhe jam i bindur që kjo ka pasuruar zhvillimin artistik në Shqipëri, por ka pasuruar edhe koleksionistët që kanë rastin më të mirë në kohë krizash të mbledhin koleksione shumë të vyera, të cilat në një moment caktuar bashkohen me ato momentet që quajmë historike dhe padyshim kur një vepër i plotson të 3 kriteret, atë të perceptimit artistik, të ekzekutimit artistik dhe aq më tepër të një fabule historike bëhet shumë e vyer. Kjo pranverë, le të themi, mirëpret edhe Bienalen e Akuarelit, ajo që ju përmendet pak më parë, një event që edhe pse tham në kohë të vështirë do të na bëj bashkë me artistë nga gjithë bota për të dhënë një dritë optimizmi se arti vazhdon, po dhe jeta vazhdon me misionin e saj tek e fundit. Në fakt është shumë interesante se vjet kur filloi pandemia dhe izolimi total, Vizarti ka dalë në galerinë time personale, doli me një ekspozitë online. Pikërisht për të thyer heshtjen, sepse ishin shumë aktivitete të cilat njoftonin mbyllje, anullim. Ndërkohë që ne e bëm një aktivitet online, ishte i pamjaftueshëm, vazhduam pikërisht me mbështetjen e Bankës Kredis, mbasi mbaroi pandemia, ne kryem një ekspozitë, pra atë që ne quajmë Festivali Pranverës vitin e kaluar, dhe ka qenë shumë interesante, pikërisht për të lidhur të dyja konceptet. Ka qenë koleksioni i Vizartit, që ne kishim mbledhur dhe në pamundësi që piktorët të dërgonin sepse gjithçka ishte mbyllur, ne prezantuam një koleksion të gjerë në Muzeun Kombëtar, si dhe shoqëruam me një prodhim të një katalogu shumë interesant ku futëm dhe mjeshtrat shqiptar brenda dhe ekspozita quhej Para dhe pas 90-s. Pra u bashkuan 2 izolime dhe disa shkolla të ndryshme. Dhe më vjen mirë sot që në atë ekspozitë që ju do të vizitoni të shtunën, do të shikoni edhe prodhimin e katalogëve të ndara në disa vitrina të ndryshme. Më vjen mirë që i dham gjallëri edhe si vjet Muzeut Kombëtar, i cili na ka hap dyert kaq vite dhe shqyr zotit që e kemi, ka 3 salla të mbushura me mbi 350 punë nga 320 artistë huaj dhe pjesa tjetër janë shqiptarë, nga 58 vende të botës. Dhe shumë interesant fakti që posta shqiptare funksionoi perfekt, pra çdo punë erdhi. Dhe kjo është shumë domethënëse dhe një optimizëm i madh dhe tematika ose ajo që quajmë subjekti ose gjinia përkatëse që ne zgjodhëm ishte still life, pra natyrë e qetë. Ndërkohë që secili kishte një kontakt shumë çuditshëm me interierin, me të brendshmen. Pra rrinim brenda dhe ajo që e bën më origjinale këtë ekspozitë që ka shumë mjeshtra të mëdhenj të botës, por ka dhe shumë amatorë të cilët ekspozojnë në salla të ndryshme, por të bashkuar në një katalog.
pikërisht si për të thënë që kemi nevojë për atë pranverën, kemi nevojë për lulet dhe aty padyshim që ka dhe interiere, po ka dhe shumë lule, kjo ekspozit ka shumë ngjyrë, ka shumë perfeksion, është një ekspozit dhe falenderoj Bankën Kredi sepse jep mundësi dhe nxënësve të shikojnë dhe teknikat ndryshme, ndërkohë që ne kemi zhvilluar goxha demonstrime live, vinin mjeshtrat këtu. Tani do të kemi rreth 12 artistë nga rajoni dhe presidenti i shoqatës ndërkombëtare të akropolisë dhe bashkë me bashkëshortën e tij që janë 2 artistë, vjen nga Kanadaja pikërisht për të mbështetur këtë bienale si një nismë jashtëzakonshme dhe pothuajse pa mundur që të kishte aktivitete fizike, siç ne bëm. Sigurisht që mbahen të gjitha ato si më thënë izolimet përkatëse ose rregullat e domosdoshme dhe Muzeu Kombëtar ta jep këtë infrastrukturë. Pra është goxha hapësirë e madhe dhe nuk ka problem, aq më tepër që arti pikturik nuk është se ka dyndje, si më thënë. Pra mund ta vizitosh me qetësi dhe do të shikoni që vërtet aty ka kryevepra botërore dhe padyshim që ka një lloj optimizmi i cili është zhvilluar interier, po ekspozohet interier, por kur do të dilni që atje do të vini re që eksterieri, si më thënë, do të shoqëroj pikërisht me bukuritë e jashtëzakonshme të stileve të ndryshme të gjithë artistëve dhe ngjyrat përkatëse. Në fund kësaj interviste, kjo është hera parë, ne thamë që ju jeni duke ekspozuar në ambientet e një banke, Bankës Kredis me cilën ju keni bashkëpunim, por reagimi i njerëzve që futen me një dëshirë të shpejtë në bankë për të kryer ato detyrimet ose kërkesat, pyetjet, reagimi është shumë i bukur besoj teksa e kuptonin ato momente që mund të gjendeni. Është shumë interesant sepse sigurisht edhe sikur 3 sekonda një njeri të ketë mundësi të kthej kokën të shikojë ngjyrë, kjo e bën padyshim gjendje shpirtërore më pozitive. Ideja është që gjithë ky izolim ka krijuar një lloj pozitiviteti çuditshëm, pra njerëzit rrinë më kohë gjatë në shtëpi. Njerëzit rrinë dhe shikojnë që shtëpia ka nevojë për renovim, ka nevojë për piktura, ka nevojë për organizme të gjatë, përveç, si më thënë, atij televizionit famshëm, që në moment caktuar dhe ai bëhet pak i mërzitshëm. Kështu që unë shoh disa pozitivitete dhe më vjen mirë për këtë që Banka Kredit jep mundësi, si më thënë, dhe artit dhe artistëve dhe jep mundësi vetë një lloj kurimi, si më thënë, monokrom që ta mbushi me ngjyrë, pikërisht për ta bërë sa më aktive dhe jetën e punojë, sepse jo, dhe aq më tepër atyre që vinë për të parë dhe për të mbaruar punët e tyre përkatëse në bankë. Ardi, në fund kësaj interviste na tregon se ngjyrat janë shumë të rëndësishme për të parë dhe riparë jetën me kënde të reja, për të riparë pranverën dhe atëherë kur nuk është. Patjetër, sepse është shprehje e famshme që arti është ngjyllor dhe artisti është pak diellëzor, por në rastin e përkatës përkojnë pikërisht në atë mirësinë e tyre në dy rastet. Shumë faleminderit që ndat me ne gjithë ndjesitë e kësaj ekspozite të veçantë në bashkëpunim me Bankën Kredi. Faleminderit dhe ju për ndjeshmërinë ndaj artit.